gëzuar Fitër Bajramin. Kjo ditë e gëzueshme për të gjithë besimtarët musliman, por jo vetëm, për të gjithë qytetarët e mirë të ndershëm të kësaj bote. Do duhet të ishte një ditë feste, gëzimi. Do duhet të ishte edhe një ditë pushimi për të ligën e për të keqen. Por jo, në Shqipërinë tonë, kryeministri i vendit, që pak dhirë, u qua dhe publikoi një video ku më bui zonë e njëson mua me bashkëudhëtarin e tij politik, me të cilin ndryshuan e morën peng kushtetutë në vitin 2008, e me të cilin votuan mbylljen e listave dhe mbajtjen peng të garës vitin e kaluar. Çfarë shqetëson një kryeministër që ka 28 vite në politikën pushtet pa u ndalur, që ka 183.000 punësuar në administratë që ju dhunon e i mban peng, që ka mbi 20.000 automjetet të administratës që i keq përdor për fushat, që të dhunoj e buizoj publikisht një të ri që ka ëndra dhe veta e që në mosh është në moshën e djalit të tij. Mos vall fakti që ky i ri nuk i vjen në pazar e që thot se do ta çojë vendin në zgjedhjet parakoshme për të zhbërë parat e krimit me cilat ai blen votë, dhe unë i premtoj publikisht, do ta çojmë vendin në zgjedhjet parakoshme nëse shqiptarët na votojnë masivisht dhe të them dil në debat. Eja në debat, zoti Rama, të pres në debat kur të duash, ku të duash.